ka pas biznese të cilat kanë kontraktu punë për 1 vit jashtë vetë. Dhe ata e kanë kalkulu çmimin e energjisë elektrike, e kanë kalkulu çdo gjë dhe ju ka dalë një çmim final. Çfarë ka ndodhur tani? Me absolut, do thonë, kur është ngrit çmimi 200%, dhe çfarë ndodh me ato biznese? Dhe ai nuk mund ta merr kontratën me shku në Gjermani me thonë një kompani Gjerman ne kemi ngritje të energjisë elektrike, a mund të ta negocojmë në çmimin? Do të thonë kjo është e pamundur. Dhe kjo i sanksionon bizneset e Kosovës të bërë biznes për në tregun evropian. Dhe kjo ka qenë ajo që kam potencuar në për disa media të tjera ku domethënë ligji i Kosovës këtë në rregull që ka ardhur shumë mirë, por hapat janë marrë shumë të shpejt edhe në mënyrë të egër. Sepse aty kur bizneset ju kanë dalë rrymat ka qenë ditë e shtune dhe asnjë biznes nuk ka mujt me intervenu diçka, për shembull, që po shpejtoj pagesat ose hajde bëjmë një marrëveshje, por kjo ka qenë e pa kapshme dhe e pa përballueshme dhe e pa kuptueshme për asnjë biznes në Kosovë, ku ata janë ballavaçuar ditën e shtune kur janë shkysh nga rrjeti